Pas 5 netësh të mbushura me emocion, kreativitet dhe energji rinore, Rin Show 2025 përmbylli me sukses edicionin e tij të 17 në qytetin e Korçës. Aktiviteti i kthyer tashmë në një traditë kulturore, solli në skenë qindra të rinj që shpërfaqen talentin e tyre në muzikë, vallëzim, teatër dhe performancë artistike. Kemi shtuar shumë çmime, sepse ka vajza dhe djem shumë të talentuar. Nuk e di nëse të gjithë do të zgjedhin të bëhen aktor, por koha e ka treguar që ata që kanë dalë nga Rin Show talentuar janë Akademinë e Arteve të Bukura, Universitetin e Arteve ose janë në institucione teatrore kudo në Shqipëri. Rin Show është kthyer në një markë. Unë jam shumë e lumtur sepse edhe ky vit ka shumë prurje të mira dhe kjo dëshmon që Korça nuk ndalet të prodhuarit talente si në aktrim, balet, instrumenta, muzikë, këngëtar të shkëlqyer dhe kjo siguron edhe një herë që Korça e ka të ardhmen shumë të mirë dhe të artit dhe kulturës. Fituesit e këtij edicioni ishin nxënësit e gjimnazit të Rajshi Qirinxhi, të cilët rëmbyen çmimin e parë. Të emocionuar ata thanë se kjo eksperiencë ishte më shumë se një garë, ishte një përvojë që i bashkoi si grup dhe i ndihmoi të besojnë më shumë tek vetja. Ishte një fitore e merituar, duke qenë se kishim dhe çmime të tjera që nxënësit punuan fort dhe morën çmime personale. Pra gjithçka ishte fryti i punës së palodhur dhe sigurisht rezultati në fund bën që ne djersisim nga gëzimi sot. Ishte një nga eksperiencat që përveç se na bashkoi me njëri tjetrin dhe më tepër akoma krijoi një nga kujtimet më të bukura që do të kemi ne gjatë gjithë shkollës, gjatë gjithë gjimnazit tonë. Bëm një shfaqje krejt ndryshe nga që pristim, menduam se do bënim një gjë që publiku nuk do pëlqente, por në fakt e pëlqeu shumë dhe më në fund e morëm veç çmimin e madh që ishte dhe kupa jon që mezi po e prisnim. Ishte një eksperiencë ndryshe, sidomos për mua që jam në vit të parë. Ishte pak e lodhshme si hera e parë, por që mua më pëlqeu, ishte shumë eksperiencë ndryshe, e veçantë dhe ta përjetoj edhe shumë herë të tjera, pse jo? Kemi rreth 2 muaj që ne përgatitemi për të sjellë një performancë sa më të mirë përpara publikut ardashës korçar. Mendoj se kemi bërë më të mirën dhe e gjithë lodhja jonë është kurorzuar me fitore. Qyteti i Korçës përjetoi një javë të paharrueshme ku skena u kthye në një platformë të vërtet për fuqizimin e të rinjve dhe promovimin e vlerave artistike që ata mbartin.